Aeroporti ndërkombëtar i Vlorës duket se po hyn në fazën përfundimtare drejt hapjes. Burime për Blu Televizion bëjnë me dije se pas takimeve të zhvilluara gjatë ditëve të fundit mes të dërguarve të kryeministrit, strukturave përkatëse dhe administratorëve të aeroportit është konfirmuar se aeroporti pritet të hapet në periudhën 10-20 qershor. Sipas të njëjtave burime, gjatë javës së ardhshme pritet të nënshkruhen dhe kontratat përkatëse. Një hap i rëndësishëm drejt finalizimit të këtij projekti strategjik për jugun e vendit. Hapja e aeroportit pritet të ndikojë drejt për drejt në zhvillimin e turizmit dhe ekonomisë së Vlorës, duke krijuar një portë të re hyrëse për turistët ndërkombëtar. Një tjetër zhvillim i rëndësishëm lidhet me nisjen e fluturimeve të para. Chair Airline do të jetë linja e parë ajrore që do të operojë nga aeroporti ndërkombëtar i Vlorës. Fluturimet direkte mes Vlorës dhe Zyriu do të nisin më 26 qershor 2026 dhe do të kryhen 2 herë në javë deri më 23 tetor 2026. Ky zhvillim shënon një hap konkret drejt funksionimit të plotë të aeroportit dhe forcimit të lidhjeve ajrore ndërkombëtare, veçanërisht me Zvicrën, një treg i rëndësishëm si për turizmin, ashtu dhe për komunitetin e madh shqiptar që jeton atje. Drejtori ekzekutiv i aeroportit ndërkombëtar të Vlorës, Valon Luka, është shprehur se kjo marrëveshje shënon fillimin e një kapitulli të ri për aeroportin dhe për zhvillimin ekonomik të rajonit. Aeroporti i Vlorës konsiderohet një nga projektet më të mëdha infrastrukturor në Shqipëri. Pista e tij, prej rreth 3.2 kilometrash, është ndër më të gjatat në rajon dhe mund të presë avion të mëdhenj ndërkombëtar si Airbus A330 apo Boeing 777. Projekti shtrihet në mbi 300 hektar, ndërsa terminali modern është projektuar për të përballuar një fluks të madh pasagjerësh. Në fazën e parë, aeroporti pritet të përpunojë rreth 2 milion pasagjerë në vit, me mundësi zgjerimi në të ardhmen deri në 10 milion pasagjerë, përveç fluturimeve turistike. Në projekt janë parashikuar dhe zona për transport mallrash kargo, si dhe një akademi aviacioni për trajnimin e pilotëve.